Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lëvdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozër, jemi sot në këtë ditë gjumaja dhe është gjumaja e parë pas përfundimit të muajit Ramazan. Gjatë tërë muajit Ramazan janë trajtuar tema të ndryshme që kanë qenë të ndëlidhura me muajin e agjerimit, me muajin e Ramazanit. Edhe po të vazhdohej me këto tema dhe më tutje, ka çfarë të thuhet, ka çfarë të trajtohet dhe e meriton ky muaj, nga se është një muaj i begat, një muaj i rëndësishëm, një muaj që i sjell besimtarit shumë dobi, shumë mirësi, mundësi të shumta. Prandaj nuk duhet që me kalimin e muajit Ramazan të kalon edhe qashtu thjesht gjithë ajo që është kryer dhe është bërë në muajin Ramazan. Ndaj, me qimin e gjumën e parë të këtij muaji, muaj Shawwal, dhe është gjumaja e parë pas Ramazanit, dua që të ndërlidhem edhe me disa gjëra që kanë të bëjnë me këtë muaj, që mos ta harrojmë shpejt, mos ta kalojmë shpejt, por të jemi të lidhur me këtë muaj edhe pas tij. Allahu xhalla xhala në Kur'an të ndëruar përmend cilësitë e besimtarëve, kush është musliman. Cilësitë e njerëzve që kanë besuar në Allahun e mënduar. Nga se besimi nuk është vetëm pretendim. Besimi nuk është vetëm deklaratë, por është edhe veprim, është edhe identitet, është edhe përfaqësim, është edhe tërsi vlerash. Prandaj besimtari i cili ka besim në Allahun e mënduar, ai dallohet nga të tjerët me shumë gjëra, me sjelljet e tij, me fjalët e tij, me cilësitë që i ka përfituar dhe i ka përveçuar përmes besimit në Allahun e mëdhenuar. E nga cilësitë e besimtarëve është se ata me vërtetësi qasen çdo vepër dhe çdo fjalë. Çfarë do kuptoj me vërtetësi? Domthonë, kur thojnë diçka, e kanë me të vërtetë. Kjo është cilësia e tyre. Tash, sa ne si musliman e plotësojmë këtë cilësi, sa jo, çështje personale. Mirë po, besimtari i vërtet është i vërtet në fjalët e tij, në veprat e tij. Nga kushtet e fjalës la ilaha illallah, që është dëshmia e besimit, që është dëshmia më e madhe që është thënë ndonjëherë në tokë në qiell, se Allahu është një dhe i vetëm, dhe nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahu xhelalu ala, kjo është dëshmia më e madhe. E nga kushtet elementare të kësaj fjale, të pranimit të kësaj fjale është të thuhet me vërtetësi. Çka nënkupton me vërtetësi? Do të thonë, ta thot duke besuar se është e vërtetë, dhe thot me të vërtet, jo me mashtrim dhe gënjeshtër. Jo me mashtrim dhe gënjeshtër. Ande Allah xhallahu ala në shumë vende në Kur'an thot: "O ju që keni besuar, kunu ma'as sadiqin." Bëhuni me ata që janë të vërtet. Bëhuni të vërtet. Dhe besimtari, deklarimin e tij, pretendimin e caktuar e ka të vërtet. Nuk ka në të mashtrim, nuk ka në të gënjeshtër. Për ta testu këtë vërtetësi, Allahu që në sprova. Përndë Allahu xhallahu ala në fillim të surës Al-Ankabut thot: "E hasibe nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Kjo është një jetë shumë, do me thënës, por edhe vetëdijsues për neve.
Allahu xhallahu ala çka thot në këtë ajet? E hasiben nas, a mendua njerëzit se do të lihen të qetë, rahat, të thonë kemi besuar, e ne mos tua testojmë vërtetësinë e deklarimit? Shiko, a mendoj që kemi me lonë që është të donë, beson, e du Allahun, që njerëz të mbeten tek pretendimi pa u testu, ja, nuk ka kështu. Ka mu testu vërtetësia e fjallës së thënë. Ka mu testu vërtetësia e besimit, sa është ky besim i vërtet, sa është ky besim i sinqert, i pastër. E Allahu xhallahu ala sprovon robët në forma të ndryshme. Sprova mund të jetë përmes ndonjë të pakëndshme, mund të jetë përmes ndonjë të këndshme, mirësie, fatkeqësie, shëndeti, smundja, këto janë sprova. Që Allahu te barekuhu te të teston sepse ai e din sa është e vlefshme fjala jonë, sa është i vlefshëm deklarimi, ai e din, por ai na teston që të na bin neve se ku qëndrojmë ne me këtë deklarim. Ku qëndrojmë ne me këtë pohim. Andaj Allahu xhallahu i teston njerëz në forma të ndryshme. E nga testimet është të testohet besimi i njerit. Shikoni Allahu çka thon në fund, "Wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu." Që Allahu xhallahu ala ta din, ai e din atë që ka thënë me të vërtetë, edhe atë që "Wa la ya'lamanna al-kadhibin", edhe atë që s'ka ka pas për më. Ai që ka gënjyën e këtë për të thënë Allahu na ruajt. Don vjes prova për ta testuar këtë besim. Sa është njëri i vërtet në këtë thënie, sa është i sinqert, a ka për një me, se ka për një me, testohet njëri. Dhe shpesh e njëri, për shembull, diçka thot, pretendon, unë të kam jaran, të kam mik, të kam gat, du shumë, e pastaj në forma të vogël e harron. Ku është ajo që ka thonë? Ku janë fjalët? Ku janë deklarimet? Ku janë këto? Dhe jeta është me teste. Test kemi provuar ato. Hajde të shohim sa pe don filonin. Hajde të shohim sa je i vërtet këtë punë. Unë du vënin tam, na do të më mbroj vënin tam. Në sfondën e parë ja madh pe tujt apo. Ku është domthon vërtetësia? Dhe Allahu xhallahu i sprovon njerëzit. I sprovon me pasë. A ki për një me, as ki për një me. E besimtari e ka për një me. Besimtari nuk e ka besimin në Allahun xhallahu ala eksperiment. Hajtë të përoj që po del. Ja, se ka kështu. Në nuk jem të o provë, eksperiment. Na jemi bindur se kjo besimi duhur. Andaj njëri testohet. Hajtë të shumë e ki për një me. Hasan al-Basriu, një nga djetarët e hershëm të gjeneratëve të para, e përmend një çështje shumë rëndësishme, thotë, shumë nga njerëzit, shikoni, thotë, shumë nga njerëzit pretendonin se e dojnë Allahun dhe pejgamberin. Unë e du Allahun, unë e du pejgamberin, unë e du Kur'anin. E Allahu i sprovoi me këtë ajet. Me cilën ajet i ka sprovu? Me ajetin 32 të surës Ali Imran. Ku Allahu xhallahu në këtë surë thot, në këtë ajet, "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj, thuaj njerëz o Muhammed, nëse e doni Allahun me të vërtet, atëre ndiqni rrugën tëm. Kush e don Allahun, e njeh Muhammedin alayhi salatu wasalam. Qartë, kjo testi. Andaj ne në vazhdimsi testojmë. Vjen Ramazani, ti mu testu, nëse je besimtar i vërtet, përgjigju. E tash shkoj Ramazani. Tash është testi tjetër. Tash kur s'ka, për shembull, s'ka kallabllak në xhami, s'ka për shembull Ramazan, s'ka agjërim, tash si do t'ja bëjmë? Si do të vazhdojmë? Besimtari mbetet gjithmonë i përkushtuar të në rrugën. Në çdo sprovë ai din ç'është më reagu. Në çdo situatë ai din se si me u sill me Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj mas Ramazanit në këtë tash ku ne vazhdojmë tutje.
Me çka vazhdojmë të ndrozëm? Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Zotin. Besoni në Allahun drejt, jepjeni hakun besimit. Në çdo se ne ka hakun e vet. Edhe mos vdesni ndryshe përveç se musliman. Këtu kemi dy sene. Që japim hakun besimit edhe të vdesim si musliman. Do me thonë, të vazhdojmë deri sa të vdesim, që të na zë deka musliman. Na jemi gjallë sot, po elhamdulillah, do me thonë, vazhdo. Nga se e kërkuar që të vdesër si musliman. Do me thonë, për me vdek si musliman, do të me jetu si musliman. E qëka i bjen një hakun besimit në Allahun? Kur i bjen se ki për një me? Cila është aja shenjë që të regon se ti e ke frikë Zotin, ama për një me e ke frikë Zotin. Nuk ka pretendim, po është e vërtet, është e sinqert, është një kujdes, dhe më thonë, i sinqert i besimtarit në raport me Zotin e ti. Nga të kështu Allah po të në jetë, në sun Ali Imran në këtë jetë, Allah po thëtë, keni frikë Allahun që shduhet, jepja një hakun kësaj pune. E qëka i vjen? A ka mund si të kush me janë hakun që shduhet, obligim dhe Allah të manuar? Djetarët ka thënë të nërozër se përgjigje në këtë ajet, që ka Allah po të jepja një hakun, që shduhet me janë hakun besimit? Djetarët ka thënë jep hakun për mes 3 gjërave. Kjo është shumë praktike, shumë praktike. E para është ta besosh Allahun edhe mos t'i bësh shok atij. Këna folë të për mi bo Allahut shok që ke vjen. Që kjo është? Nuk është besim i vërtet ai që beson në Allahun e pastaj aja që i takon Allahut japet dikujt tjetër pas Allahut. Kjo s'është për më, kjo është hajgare. Që thosh Allah është një i vetmi, ai na ka kriju, ai na furnizon e pastaj një nga të drejta që Allahut i takon jep edhe dikujt pas Allahut. A është kjo për më? S'është kjo për më, nuk shkon kjo. Nuk bën. Andaj je japim hakun besimit, edhe japim hakun frikës ndaj Allahut xhalla xhelalu, atëherë kur e para, atëherë kur e kemi besimin e pastër, të panjollosur me njollat e idhujtarisë, bestytnive, shirkut, tërë asaj që e njollos dhe e rënë këtë besim në Allah në mënuar. Qëka është? Beso drejt. Ka arë njërë të këpëgamberi Alehi Sallatu Sami ka thonë, ja Rasulullah, me jep një këshill, që nuk kam nevoj me pyjtë kërkën basteje, ama një këshill që më barahat edhe mos se ves kërkën për atë punë. Qëfar i tha pejgamberi Alehi Sallatu Sami? Qëka i tha? Kul amantu billah, thumë staqim. Tha, thuaj, kom besu në Allahun, e tani, rejnë këtu, mos lëkujnë mo. A ke thonë Zotë jam është Allahu, po, rejnë që tu edhe. A ke thonë se Allah është ma i dishmi, po, rejnë gaje pra, ma së ma i dishmi. A ke thonë se Allahu Gjellewala dëgjën gjithë shka, po rejnë këtu, po kujdesu për fjallët e tua, sa i pëtnin. Rejnë këtu. Rejnë besnik, parimve të besimit tënë. Që kjo është? E dyta, një unë hakun kësaj pune, të besimit në Allahun, frikit në Allah Gjallewala, kanë thonë djetarët është që ta dëgjash e mos ta kundërshtosh. A ke besu në Allah Gjallewala, po? Së më ngu. Që ke besu në Allah në mas të ngojnë e ty. Si bjen kjo. Kjo sa të një për kjo është hegara, po. Kjo është loj. Parë në një përshamë të ndërëzë lezër, një njëri, shkanë me mësu dhe dikush. Shkanë me mësu zanat, shkanë me mësu dhe i qka të dikush. Edhe ti marrë me mësu se ti e din këtë përmi me mësu. Anive që për me mësu të është me ngu. Po, da që me mësu të të me ngu. A e dhe të po, ka me të ngu. Edhe në gjithë mësim që a jep, a i së nganë. E dhe te e arë hajguarë me po, te e arë me mësu, a e arë me lujtë. A thoi që është?
Ndaj është e qartë. Nëse kena thonë se Allahu është Zoti jonë, ai është i gjithdijshmi, ai na furnizon, ai kujdeset për neve, kjo i bie se ai kur na thirr na përgjigjemi. Ç'është i bjen kjo? Mi po, Allahu është Zoti jonë, na kena besuar në Allahun e kështu me radhë, e pastaj kur ai kërkon na kundërshtojmë. Kur ai thotë kjo është e mirë, themi na s'kena vakt. E tash ç'është i bjen kjo punë? Ç'është i bjen kjo punë të Andaj, kthehen pozitën e tënde personale apo. Me tonë për shembull, fëmiu yt, unë e du. Apo? Po sa lipi çka për ti më thon, shko këtu më qet punë, më ashtu s'ngon kurr. Çe do ti? Ai gore bën këtë fjalë? Më ndosh ngon. A është ashtu mes njerëzve? Po. E çysh duhet me kon mes dhe mes Allahut pra? Halama e sinqert, halama e vërtet. A e të ndërozër, islami është fe praktike. është fe domthonjë që i ka punë të qarta. Ke thonë, pra përgjigjur. Ke pranu, pra në shtrohu. E qartë. Në kërë fe që ka ngarkesa e filozofit pa kuptume, e kodi qëfarja e qartë. Thuj këm besu në Allahun edhe rrën këtë udhë, pra, mos të vezë. E qartë. Ke thonë Zotë jam është Allahu, pra përgjigjur. Andaj, ta dëgjash e mos ta kundërshtosh. E para ta besash e mos ta njëllosësh besimin. E dyta ta dëgjash e mos ta kundërshtosh. Mos ta kundërshtu. Çka është kur Allah thotë besoj në Allahun për një me, jepeni hakun besimit, çka i bën në hakun besimit me dëgju Allahun e mos me kundërshtu. Çka i bën? Çka i bën? Prandaj, a thëmë jepja hakun punës, jepja hakun mësimit, jepja hakun. E a mund me janë dikush, jepja hakun punës, ama së të shkun punë. E qysh jep hakun punës, për shumë punë. Jep hakun punës, ama nuk i kryin obligime që ja ka unë punë dhënsi. Si kryin ato, ama. E qysh jep hakun punës, për? Ndaj, me janë hakun besimit do të thëtë, ta dëgjash atë në të cilin ke besu, e mas të kundërshtash. Që kja është? Dhe e treta të ndëruzër, që nënkuptën me janë hakun, gjëgjeja, haku i besimit në në që kjo, të besosh drejt në te dhe mas ta njëllosësh besimin me asë një besutni, asë të njëllë të edutarisë. Ta dëgjash e mas ta kundërshtash, ti bindesh në atë që kërkanaj dhe mas të rezistash. Që kjo është besimi në Allahun xhallahu. Dhe e treta të ndrozur është ta falenderojsh Allahun xhallahu e mos me mohu atë. Jo me mohu ekzistencën e Allahut azza xhall. Jo me mohu Allahun si Zot, jo, sa ato të parën e kallzum, aty është besimi. E çka mos me këtu çka mos me mohu? Mos me mohu kur se gjitha begatit, e mirësit, e lehtësimet, e dobit i kipi Allahut azza xhall. Kur të mëse mëha, gjithë më pranoje. E pranimi të ndërnozër në nënkupton me e falenru Allah në azugjen. Me qenë falenrues. Besimi është, besimtari është falenrues në Allah të mënuar përmes zemrës ti mas pari. Në thëllësin e shpirt dhe pranon se Zoti jam është Allahu. Dhurusi begative është Allahu. Këta ujë, këtë jetë, këtë shëndet, këtë familje, këtë mirësi, këtë dëgjim, këtë pamë, këtë mendim, këtë gjitha, e shumë tjera që nuk mund t'i numërojmë, janë nga Allahu azza xhall. Allahu xhallahu ka përmendur se çdo begati që e gëzoni, nga Allahu e keni. Zoti ja ka dhënë. Andaj më on hakun besimit, domethënë me pranu se çdo e mirë që na e gëzojmë, e mirë e vogël, e dim apo nuk e dim, e hetojmë apo se hetojmë, e njohim apo nuk e njohim, këtë begati që ka unë i gëzaj, në këtë dunja, janë për Allah të mënduar. Prandaj, Allahu meriton falenderimin e plot për këtë, e falenderimi për këto është duke, e pranuar nga thellësia e zemrës, se është për Allahut, xhallal xhelaluhu. Ta dëshmosh këtë me gjuhën tënde, po, pe Allahut është, me folë, ku do që t'jesh? Prandaj,
besimtar nuk heziton besimtar nuk është asnjëherë i kompleksuar nga ky realitet. Po e përmend, Allahu na e ka dhënë këtë mira, Zoti ma ka dhënë, Allahu ka kështu më radh. Por në çdo sukses, në çdo arritje, besimtari së pari e falëron Allahun e mënduar. Pastaj filoni për njerëzve, prindët e tij, mësuesin, e ato, krejt njerëz duhet me i falëru, krejt kush na u ka gjin. Por së pari fillojmë me Allahun xhallahu ala, nga sa ajo është i pari. Pastaj tjerë. Vallahi nuk ka pas mundësi. Më u kujdes për ty prindët, apo për e falat i prindi Allahu këtë mjetën. Si shmujt? Dhe Allah është i pari. Edhe mësuesi, edhe mjeku, edhe kush do qoftë. Realisht, për Allahu të ka këtë mundësi. Për Allahun fillimisht e falërojmë. Edhe e shpej me gjuhën tonë, me zemrën njerë, pas e me gjuhën tonë. Dhe e treta, çfarë bëjmë? E treta të ndërruzër është se nga, në përnosën për me unë hakun, është që këtë begati që Allahu ta ka dhënë, çfarë do qoftë, ta përdorësh sipas asaj që ai është i kënaqur. Që kanë me unë hakun besimit në Allahun te barekuta, që Allahu të hakka tukati. E këto të rria të ndërruzër që kanë bëme besimin, që kanë bëme me përgjigjen, me nështrimin, mos me kundërshtu, dhe që kanë bëme falërimin, këto janë të vazhdueshme. Tu s'ka bëme Ramazanin. Jeta është në vazhdimsi, domethënë, përbërë nga këto tri elemente, të besimit, të përgjigjes dhe të falërimit. Këto tri gjithmonë, gjithmonë duhesh ta kesh besimin aktiv në Allahun te barekuta. Gjithmonë duhesh të jesh i kujdesshëm që ti përgjigjesh thirrjeve të Zotit xhelal xhelalu. Gjithmonë. Dhe gjithmonë duhet të jesh falërues e jo mohues. Ti jesh mirënjohës e jo mos mirënjohës. Andaj ai që na ka begatuar në Ramazan, vazhdo me na begatuar edhe mas Ramazanit, apo? Ai që na ka jap jetë në Ramazan, hala po na jap, hala s'na ka marr. Prandaj vazhdojmë. Ai që po na begati në Ramazan, edhe tash po na jap. Ai që na ka ruajtur në Ramazan, edhe tash po na ruan. Njëjtë. Nga sa Allah është i gjallë dhe nuk vdes. Prandaj aktiviteti i besimtarit në përputhje me udhëzimet e besimit është një aktivitet i vazhdueshëm deri në atë që Allahu tha: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Mos lejoni me vdekje ndryshe përveç se si musliman. E për me vdekje si musliman të ndërnozër në përmbyllje para se me filozofen, para se me vdekja duhet me i shërby mënyrës që shkime vdekje. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo rregull të nëzën, fejo në thashe, këmë fund të sere, pra po e them, fejo në shfej rregullave e disiplinës. Ke thonë, kështu të me bo, e ke pranu, që shtu raga, fe e qartë. Andaj ka thonë pejgamberi alaihi sallatu wasallam, ashtu si keni jetuar, keni me vdekë. Qësh ke jetu, me qëfar rregulla, me qëfar sistemi ke jetu, që ashtu ki me vdekë? Ashtu si ke vdekë, ki mori gjallë, që ashtu ki mori gjallë? E qështë të gjallë është pra duhon, ki me pas të fundin të kaloj mënduar. Aja që ka tu si musliman, ka me dekë si musliman, aja që ka dekë si musliman, ka mu rinjallë si musliman, aja që rinjallë si musliman, ka mu shpërby si musliman. Edhe kundur. Andaj, rregulloje orientimin e jetës që në fund të dalësh nga dunjoja dalje faqebardh, dalje të dur, dalje që garanton shpërblim dhe lehtësime pas vdekjes tënde. E kjo nuk mund të rregullohet me një javë, me një muaj, por kjo rregullohet në vazhdimsi, përmes besimit, përmes nështrimit dhe përmes falëndërimit. Këto janë shtyllat e të jetuar si musliman që Allah tha hakka tukati. Që keni frikë Allahun ama me hak me Allahun kësaj pune. Me hak me besu, me të vërteta po. E vërteta dhe haku që ndrojnë në këto tri shtylla që i përmenda. Allah na mundsoj që të jetojmë si musliman, e atëherë kur dalim nga këta binar për shkak të ndonjë gabimi apo çimi eventual, Allahu na kthef në binarët e dur e na mundsoj që të pendohemi e ne fal mëkatet tona, e na mundsoj Allah që të vdesim si musliman, edhe të ringjallemi njerëz tek ai si musliman faqebardh, e që të marrim shpërblimin që Allah ka premtuar se ka më u dhënë muslimanëve, atyre që i janë bind urnëve të tij dhe kanë besuar drejt në Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasallam.
Kjo është për këtë pjesë, me kaq po i do fund ka ku ezanit. Allahu ju shpëlbeft ju nderoft, Allahu ju pranon agjërimin e këtë punë të mira e gjitha ato që do t'i bëni në vazhdimsi, Allahu u shufishoft, u pranoft me pranimin më të mirë të mundshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.